Në PS ka dhe të tjera, herën e fundit që ishit në studio, na bët një qartësim dhe për këtë ju falenderoj lidhur me situatën me zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Faktikisht do doja t'ju pyesja, në Partinë Socialiste si sekretari i përgjithshëm, e keni diskutuar qoftë me kryetarin e partisë Edi Rama, po ashtu dhe me eksponent të PS-s, se çfarë vendimi do merrni nëse në momentin e duhur vjen edhe momenti i votimit për heqjen e imunitetit të zonjës Balluku, a do ta votoni? Padyshim ne kemi marrë një vendim që kemi bërë publike tashmë, që përsa e përket diskutimit për mandatin e deputetës Balluku, ne në radhë parë do presim vendimin e gjykatës kushtetuese. Për imunitetin? Cila ka... Që imunitetit Ballukut. Po, për diskutimin për atë, pasi ky diskutim është bërë shumë kompleks. Tani mbas kaq vitesh të reformës drejtësisë, e cila është pashur një reformë shumë e rëndësishme, produkti i Partisë Socialiste, siç është edhe reforma territoriale për cilën ne jemi krenar, dhe për reformën drejtësie jemi krenar. Ne kemi bindje që duhet të ketë një diskutim shumë të plot, përsa e përket zgjidhjes të Gërçi, pra që ka të bëjë me raportin me qeverisjen, me parlamentin, me gjykatën, me drejtësinë, me gjykatën kushtetuese. Ne blendin dy gjëra të ndryshme. S'ka të bëjë me gjykatën kushtetuese, s'ka të bëjë me imunitetin. Diskutimi në gjykatën kushtetuese do të sqarojë këtë raport që mënyrës se si ka funksionuar Shqipëria. Kushtetuesja është për pezullimin. Po jo në sekond pra. S'ka të bëjë me imunitetin. Përsa e përket diskutimit për imunitetin, në radhë parë nuk kemi një kërkesë për heqje imunitetit për korrupsion, për çështje, le të themi, të emergjencës absolute. Jemi brenda afatit 3 mujor që e përcakton rregulloria dhe kushtetuta që parlamenti duhet shprehet. Jemi në kushtet ku hetimi nuk pengohet, se diskutimi është a pengohet hetimi apo nuk pengohet hetimi. Dhe nga 2012 të gjithë deputetët, Se pengohet apo s'pengohet e ka gjykuar prokurori Blendi? Mund ta gjykoj politikisht subjekt politik. Po patjetër. Ai që ka kërkuar heqjen e pra imunitetit. prokuroria po heton sot që flasim. Ai që ka kërkuar heqjen e imunitetit e ka argumentuar pse kërkon. Prokuroria sot që flasim është në hetim plot. Pra ka marrë dosjet ministri, ka kërkuar, ka pyetur njerëzit, vazhdon pyet, vazhdon. Bën të gjithë hetimin e saj. A keni pyet prokurorin komision mandate pse e kërkon këtë masë? Komisioni mandateve do të ketë këtë detyrë që do të pyet si prokurorin mbasi të shërtojë. Po erdhi pra dhe mbasi të kemi një vendim të gjykatës kushtetuese. Ju e mburrni reformën për drejtësi. Pse e kërkon? Mburin dhe jemi krenar për atë që kemi bërë. Po keni marrë qëndrime të ndryshme për këtë fenomen. Asnjë rast nuk kemi mbajtur një qëndrim. Pse se çut kushtetuese Ben Ahmedaj? Po pse s'është i njëjti problem. Pra diskutimi sot nuk është për individin, është për funksionin. Demo janë dy gjëra ndryshme. Jo, sot diskutimi. Gjykata kushtetuese po shqyrton sot ligjshmërinë e pezullimit nga detyra. Po, jo, po diskutojmë për raport. Parlamenti i ka shkruar gjykata kushtetuese e cila është mbledhur dhe do marrë një qëndrim dhe një vendim të saj, po diskuton raportin ndërmjet të drejtës, siç diskutoi edhe herë tjera dhe të drejtës ndërmjet raportet ndërmjet qeverisjes qendrore, qeverisjes parlamentare, organeve drejtësisë dhe kushtetues. Mirë, ju doni... Po, dhe kjo është... Gjendi, a të themi gjashtë shumë e qartë. Pra, është shumë e qartë për gjigja. Jepni nuk bën sens, sepse në gjykatën kushtetuese, sepse në gjykatën kushtetuese, problem për diskutohet gjykatë kushtetuese. Pezullimin si zëvendës kryeministre. Ajo që SPAK ka dërguar si kërkesë në kuvend është tjetër gjë. Jo, fare nuk është, po është e njëjta çështje, është e njëjti personazh, është e njëjta histori, është e njëjti fill që i lidh të gjithë gjëra. Dhe po ju them, ne në asnjë rast nuk kemi penguar rretimin. Do rrim punë apo do ikim nga puna nëse të ky është kërkuar që do jepni leje për arrest apo jo? Jo, gjykata do të vlerësoj a është drejt pezullimi i detyrë të një funksionari i cili ka imunitet, dhe kjo është diskutimi, pra imuniteti është diskutimi. Nuk është për një funksionar, nuk pezulloj një drejtorin e një drejtorie dhe ne nuk e diskutuam. Pra, vendimi juaj si Parti Socialiste është që nëse kushtetuesja sot nuk duhet pezulloj, ju nuk do votoni e nuk e tash, që mos të e ke zakon që këtë, që si gazetare që e ke sfundë profesionale, do të dalësh në një konkluzion. Jo, ajo që tash është që ne nuk kemi asnjë diskutim. Gjykata kushtetuese këto akoma s'kan marrë vendim se çfarë do të bëjmë parlament. Po, bravo. Ne presim gjykimin e gjykatës kushtetuese që të hapim këtë debat. Kushtetuesja sot nuk duhet pezulluar. Se çfarë do thotë kushtetuesja i takon gjykatës kushtetuese ta thotë. Që duhet pezulluar, ta thonë që nuk kemi marrë vendimin çfarë. Ajo që është e rëndësishme për opinionin publik janë disa fakte. E para është që ne kemi 3 muaj kohë dhe kushtetuta dhe kodi ta ka dhënë 3 muaj kohë. Pse duhet të jetë ky nxitim? Fakti që të nxitojmë se nuk po hetohet, nuk është i vërtet, po hetohet.
Tjetra është që nuk kemi këtu dhe ndërkohë që... Në spakut, qartësisht që arsyeja pse ne kërkojmë këtë lloj mase, qoftë pezullimi, qoftë imuniteti, ata ta sqarojnë atje dhe thonë se kanë hyrë në intimidimin e dëshmitarëve. Pra, akoma nuk kemi hyrë në diskutimin se pse duhet ta heqim imunitetin. Dhe dëgjesa prokurorit... Po, duhet ishte mbledhur sot, ja. Po, gjykata do të mbledhet, do të marrin qëndrim... Kushtetuta vetë, Blendi thot, kur një antari gjykatës kushtetuse vetë i fillohet procedim penal nga spaku, aji automatikisht pezullohet nga puna vetë, antari gjykatës kushtetuse. Po, nuk merë do të qëndrim për vetë në vetë, po normal është dakor, pezullohet, e morin kolegët për atë. Po, është komplet gjë tjetër, pra. Ne po themi dhe... Unë shoh që Rama, na ajo që thoshte, partia ka punë në vetë, drejtësia punë në vetë, po, është 100%. Asnjë ndryshim nuk ka. Po deri ke vetja vetë, se kur erdhi ke vetja vetë, tash i thotë jo. A mbarset opinionin publik me këtë diskutim? Po mbarset. A mbarset opinionin publik me ato 400 apartamente, 2 helikoptera, 5 kamion. Jo, 2 jate ishin, si shenë. Vazhdojnë, këto nuk janë. Këto ka një dosje hetimore që po thellohet prokuroria, vazhdon hetimin. Dhe për këtu ka të gjithë mbështetjen e të gjithëve që hetimi të jetë hetim. Por ama që të hynë në unë jam kundër arrestit, unë personalisht jam kundër, edhe për Ilir Beg jam kundër oma. Edhe për Jamelin jam kundër. Shumë mirë, pra. Sepse ju s'keni vullnet sot, e kërkova kur isha, për të ndryshuar kodin e procedurës penale. Ne kemi kod procedurë penale inkuizitiv. Po ky është diskutim. Inkuizitiv. Dhe sjellja e spakut, nuk kemi Po jo, pra jo, nuk ka fare kështu. Është komplet parimor. Nuk kemi pasur të njëjtët kushte në cilat jemi diskutuar. Dhe pse rri këta Hamburgut Begje me të? Le të hetohen si që hetohen këta deputet. Nan deputet janë që hetohen gjeni lirë dhe janë deputet. Është nuk kemi ne që të marrim një vendim politik. Ne në asnjë rast nuk kemi një prononcim. Vendim politik du të merrni ke kodi procedurës penale. E kemi thënë që ne duhet ta rishikojmë këtë raport. Duhet ta marrim këtë diskutim. E kemi thonë, nuk e kemi në qeu. Pra ma për asnjë nga rastet e kolegëve, se gjithë janë njerëzit e kolegët bashkëpunëtorët ta njerëz që Jo, për tjerë ka thonë kush ha dardha maskurrisit e ma i qkojnë e shvel. Të gjithë kanë të drejtën e pavajtësisë dhe të drejtën e mbrojtjes. Këtu, kur vjen në PS janë. Ne të gjithë në parti nuk kemi asnjë rast një prononcim të vetëm që të hymë në këtë diskutim dhe në këtë debat dhe nuk marim edhe reforma në drejtësi që ju në burni edhe keni sukses ka treguar që ka sjellje me shumë standarde nga ata prokuror për fenomenet njëjta. Ka sjellje me shumë standarde. Keni 2 ministra dhe ish ministra i keni aty në parlament. Ti e njeri që mund të flasësh, unë flasë në emër të një institucioni që është Partia Socialiste. Si Parti Socialiste, ne kemi marrë një qëndrim. Nuk këm, unë mund të kemë opinionet e mija, shumë kolegë mi mund të kemë opinione pa dushim, në base opinionet që të kanë bëjnë me detajt, po ne nuk kemi, pushteti i 4 është drejtësia, Partia Socialiste ka deklaruar që ne nuk marim pjesë, ne nuk gjykojmë vendimet e gjyqësorit, për ama kemi pa dushim opinionet tona, përsa e përket procedurave. Dhe në rastin konkret, ne jemi në afatin kohor, nuk jemi në pengrim të hetimeve, dhe jemi komplet në qëndrimin ton parimor, që do të mbajmë qëndrime në atë momentet të saktuar. To, pra, do kaloj 3 mujori... Po kaloj 3 mujori dhe nuk merë në konsiderat, ajo quhet e zauruar. Quhet e rëzuar nga parlament. Tani duat bëj një pyetje. Në momentin që kushtetuesja kthen përgjigje. Nuk ka lidhje a keni në agjendë? E kuptova. Më tha çfarë do lloj vendimit mori kushtetuesja? E lexoj unë gatim. Në momentin që kushtetuesja do japi një përgjigje, qoftë po pro pezullimit, qoftë kundër pezullimit, ju keni në agjendën tuaj një mbledhje në PS që e mbani për të marrë vendimin për imunitetin e zonjës? Padyshim, kjo nuk është një mbledhje, është një mbledhje në Këshillin e Mandateve, ku janë përfaqësues të zgjedhur të Partisë Socialiste që kanë atë detyrë të diskutojnë dhe të shqyrtojnë fakte dokumente. Po pyet për vendimin politik, a ka mbledhje grupi thotë ose mbledhje asambleja çfarë vendimi politik do të marrë? Padyshim do të ketë një mbledhje. Po ai tha që nuk ndikon fare vendimi gjykatës kushtetuese te vendimi politik. Për kadrës së Partisë që është grupi parlamentar që mban qendrim. Atë grup do diskutohet. Kuptove ti Murizi? Kuptove që Rama në këtë rast nuk ka hallën e Ballukut, ka hallën e vet. Dhe këtë rast do ta çojë deri në 16 mars. Do ta kaloj opozitarësh, do të japë opinionin e tij. Versioni si opozitar duhet dali ai nga burgu më. Begje duhet dali i vetmi në 7 vite spak, 6 vite gjys, i vetmi që është quar deri në fund se gjykimi është Lefter Koka. Gjithë tjerët janë zvarrit edhe deri në 9 vitet e spakut. Mos në rasti që tash ne kemi një qëndrim politik që nuk hym në diskutimet. Tani nuk hym në diskutimin e detajeve. Po se kjo politika në Afrika e ndërkombëtare bëri këtë lloj reforme. Po hym ne në diskutimet e detajeve të çështjeve të caktuara.
pastaj e bën diskutimin nga i diskutim parimor në i diskutim politik. Jo, për parimor Do presim kushtetuesen, thon Partia Socialiste, do presim kushtetuesen thon Partia Socialiste dhe në varësi kushtetuese, sot që çfarë vendimi politik e mori. Po patjetër. Okej, shumë e qartë. E bët edhe problemin. Ti thua pra nuk ja heqin imunitetin Murrizi. E tha Klosi më që do të presim a fatin 3 muaj deri 16 mars. Mos syni në këto. Është si dekretet e presidentit, kur nuk do ta dekretojë, e kalon heshtje i ligj dhe ai o hyn fuqi vetë ose hyn kurse. Faleminderit shumë Murrizi, është gjithmonë kënaqësi. Klosi, faleminderit shumë se çka po të nga kuvendit. Faleminderit. Shumë shkurt publicitet, kthehemi përsëri bashkë.